një shishe vere nga Rahoveci ishte bërë mollë sherri në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në vitin 2016 dhe i gjitha kjo nisi si një gjest mikpritjeje nga Teuta Sahatçia, ish konsullja e Kosovës në New York. Në një rrëfim, Sahatçia ka treguar një ngjarje sa interesante aq edhe simbolike që ndodhi gjatë mandatit të saj diplomatik në SBA, kur Japonia ishte anëtare jo permanente e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ajo kujton një darkë me ambasadorin japonez të asaj kohe, Yoshifumi Okamura, ku si dhuratë i kishte ofruar një shishe vere nga Rahoveci, një dhuratë që më vonë do të merrte vëmendje ndërkombëtare. E pata një shishe të venës, ja dhash qatë shishe, po aq shumë i kish pas bo përshtypje ky gjest ambasadorit, saqë në seancë të Këshillit të Sigurimit, ambasadori japonez nisi diskutimin ndryshe. Tha, në nëntor të vitit 1999, kam qenë në Rahovec pas luftës, kur gjithçka ishte e djegur, por aty takova një njeri që më tha, kjo është toka e stërgjyshëve të mi, dhe ne do ta rindërtojmë, do ta mbjellim përsëri. Në atë moment ambasadori japonez kishte nxjerrë nga çanta shishen e verës, dhuruar nga Sahatçia, duke lexuar etiketën dhe i përshkroi si një tregim suksesi i Kosovës, si një vend që nuk është më i djegur, por një vend i shpresës dhe i punës. Por momenti kulminant erdhi kur ambasadori i Rusisë kundërshtoi ashpër praninë e shishes në tavolinën e Këshillit të Sigurimit, duke kërkuar largimin e saj, duke pretenduar se ishte shkelje e rregullave. Ne u ngrim çka është duke ndodhur, kujton Sahatçia. Ambasadori japonez e pa i qetë, pa emocione dhe tha, pare se të vij këtu, i kam lexuar të gjitha rregullat dhe askund nuk përmendet ndalesa për shishe vere, prandaj kjo do të qëndrojë këtu. Dhe ashtu ndodhi për herë të parë në historinë 75 vjeçare të Këshillit të Sigurimit, një shishe vere qëndroi në tryezën e Kombeve të Bashkuara. Kjo ishte reklama më e mirë për Kosovën, thot Sahatçia. Ambasadori japonez në një ndeje lamtomire kishte ruajtur shishen dhe kishte thënë, kjo është shishja e verës më e njohur në botë. E nxitur nga kjo ngjarje, Sahatçia kishte organizuar më pas një Kosovo Wine Tasting në dhjetor të atij viti, ku kishte ftuar të gjithë ambasadorët dhe kishte promovuar verën e Rahovecit si simbol të një Kosove punëtore, prodhuese dhe me vizion për të ardhmen. E mendoj që kjo është një prej atyre highlightseve të kohës time në New York, përfundon ajo me krenari.